Përdorimi i antibiotikëve në blegtori duhet të kryhet vetëm me rekomandimin e mjekut veteriner dhe duke respektuar dozat e përcaktuara në mënyrë që të mbrohet shëndeti i kafshëve dhe siguria ushqimore e konsumatorëve. Veterinerët bëjnë apel që antibiotikët të mos përdoren pa kriter apo si masë parandaluese, pasi përdorimi i pakontrolluar rrit rrezikun e rezistencës ndaj antibiotikëve dhe mund të lërë mbetje të dëmshme në produktet me origjinë shtazore. Para se të fillojë një mjekim me antibiotik, duhet të konsultohen me mjekun veteriner, sepse nuk duhet të përdoren pa kriter. Ose për një diçka të vogël përdoret antibiotiku, ky antibiotik nëse të përdoret masivisht, kur të bjerë pastaj sëmundja seriozisht, ky nuk vepron. Atëherë që të shpiket një antibiotik është një kosto shumë e madhe, mund të jenë deri në $800.000 që të shpiket një antibiotik. Numri i antibiotikëve të zbuluar të rinj sa vjen është më i vogël, ne po luftojmë me antibiotikët ekzistues, një pjesë e tyre kanë krijuar antibiotikorezistencë. Pas përfundimit të trajtimit, blegtorët duhet të respektojnë periudhën e pritjes së përcaktuar për çdo medikament. Gjatë kësaj kohe, mishi i kafshëve të trajtuara nuk duhet të therret për konsum, ndërsa qumshti nuk duhet të përdoret për ushqim deri në përfundimin e afatit të përcaktuar, në udhëzimet e produktit ose nga mjeku veteriner. Duhet të kemi parasysh dhe kohën e pezullimit të antibiotiku për të rritur sigurinë ushqimore. Çdo antibiotik që përdoret, që injektohet te kafsha, duhet që qumshti duhet që disa ditë pasi të ketë mbaruar kurrë, duhet përdoret për konsum, sepse një pjesë e antibiotikut të eliminohet me antiqumshit. Kjo mund të jetë me pasojë fatale, sepse mund të jetë një qytetar që është i ndjeshëm ose është alergjik ndaj penicilinës. Ti ke përdorur penicilin, e merr nëpërmjet qumshit dhe mund të jap një reaksion anafilaktik që mund të ndodhë edhe me pasojë fatale. Qafzezi u bën thirrje fermerëve që për çdo problem shëndetësor të kafshëve të konsultohen me veterinerin dhe të shmangin përdorimin e barnave pa këshillim profesional.